Në seancën e parë plenare të kësaj së marte, Kuvendi ka zyrtarizuar përbërjen e re të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetit, si dhe të Këshillit të Legjislacionit, dy struktura kyçe në funksionimin e brendshëm institucional. Gjithashtu është miratuar edhe përbërja e sekretaratëve dhe antarëve të byros së Kuvendit. Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetet luan një rol kyç në interpretimin e rregullores së Kuvendit dhe shqyrtimin e mandateve të deputetëve. Në këtë këshill, përveç kryetarit të Kuvendit, do të jenë edhe krerët e grupeve të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike. Këshilli Legjislacionit ka për qëllim shqyrtimin e projektligjeve dhe përputhshmërinë e tyre me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Të dy këshillet kanë nga 10 antarë, 5 nga Partia Socialiste dhe 5 nga Partia Demokratike, si dhe nga 4 antarë zëvendësues. Gjatë seancës nuk kanë munguar as përplasjet midis palëve ku opozita ka kundërshtuar përbërjen e re të komisioneve propozuar nga mazhoranca.